Mirëmbrëma miq. Këto ditë jeni mësuar me na pa të diskutuar dhe të folë shumë për zgjedhje dhe intervista me kandidat për kryetar komunash. Megjithatë sot do të flasim për një temë krejtësisht tjetër, që nuk lidhet me zgjedhje. Lidhet me punën e institucioneve të Republikës Kosovës, lidhet me bashkëpunimin e pushtetit e Albin Kurtit me terroristin Milan Radojqić, lidhet me Mimoza Kusarin dhe Slavko Simićin, njeri si përfaqësuesi i vetëvendosjes, tjetri si nënkryetari i listës serbe, të cilët kishin bashkëpunim të gjatë, por që ne nuk e kishim ditë. Nuk e kishim ditë derisa me anë të disa incizimeve, jo përgjimeve, incizimeve, të cilat me gjasi kishte kryer Slavko Simić dhe Milan Radojqić, u konfirmua se Mimoza Kusari si kryetare e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, kishte komunikim dhe bashkëpunim me listën serbe, përkatësisht me dorën e zgjatun të presidentit të Serbisë në Kosovë, për tema jashtëzakonisht të ndjeshme në Kosovë. Kishte diskutim dhe kishte koordinim të paktën për dy çështje. Për zgjedhjen e një gjyqtari në gjykatën kushtetuese dhe për ligjin për pagën minimale, kur pushteti i Albin Kurtit në bashkëpunim me listën serbe vendosen që kategoritë të dala nga lufta t'i përjashtojnë nga paga minimale. Paga minimale aso kohë ishte 170 euro, sa përfitojnë veteranët e luftës, ndërkohë me ligjin e ri u ngrit në 350 euro. Ata nuk përfitojnë, pra nuk e kanë pensionin 350 euro, vazhdojnë ta kenë 170 euro, sepse kështu ka vendos Milan Radojqići dhe Albin Kurti. Visar, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Jemi taku shpesh në këtë kohë. Kemi diskutu për shumë çështje. Sot do të flasim për Mimozën dhe Milonin, zemlakt të dy nga Gjakova. Arsyeja pse po flasim për këtë temë është se Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, përkatësisht prokurori Bekim Kodraliu, ka hedhur poshtë një kallëzim penal të Mimoza Kusari Liles, kundër meje si autor i një storje, një hulumtimi, dhe si pronar i portalit Paparazzi, dhe Slavko Simićit, se demek në dy kemi kry vepër penale të nxitjes së urrëties apo mosdurimit kombëtar, fetar, racor. Natyrisht Prokuria Speciale ka hedhur poshtë, kemi këtu aktvendimin për hedhjen poshtë e këtij kallëzimi penal të ushtruar nga zonja Mimoza Kusari Lila. Po për mua është shumë interesant përmbajtja e këtij aktvendimi. E lexove sigurisht. Çfarë paven ta? Po spari mendoj që ky lloj do të me trajtu këtë lloj të padime. Si që ka bërë Mimoza Kusari në krahas ose kallëzimit penal. Këto njihen në gjuhën angleze, janë shumë të njohura si metodë përmes të cilit intimidohet ose tentohet të friksohet pjesëmarrja e individëve në diskutimin publik. Pra i thonë SLAP anglisht, që është Strategic Lawsuits Against Public Participation. Me përkthyer shqip, domethënë janë kallëzime strategjike përmes të cilave nuk synohet domosdoshmërisht një vendim në favor të palës, që e bën kallëzimin, por friksim dhe intimidim. Përmes stërzgjatjes, kostos procesit e kështu me radhë, pra ta zën një korporate fuqishme financiarisht, dërgon një kallëzim penal në një gjykatë ndaj një gazetari, natyrisht që korporata i ka mjetet financiare shumë më të mëdha se ai gazetari, dhe rrjedhimisht kjo e dekurajon gazetarin më marrë në të çështje për shkak kostos zgjatjes së sistemit kështu me radhë. Dhe tash këtu kur e sheh këtë akt vendimin e prokurorisë, pra që e hedh poshtë kallëzimin penal, siç e përmendë ti, kallëzimi penal bëhet për nxitje të urrëties. Në të cilën prokuroria, në mënyrë për mendimin tim jashtëzakonisht të qartë, ka thënë që nuk ka asnjë element të konsumimit veprave penale
për çka është dorëzuar kallëzimi penal. Dhe vërtet nuk ka, domethënë kur i kemi dëgjuar në bisedat në mes të Mimoza Kusari Lilës dhe Slavko Simiqit, pastaj me Milan Radojqicin, aty nuk ka elemente të shpërndarjes së urrëties në bazë racore, etnike, religjioze, të një grupi caktuar kështu me radhë. Ta flasim për marrëveshje për vota në kuvend. Edhe kur kush si dy partitë më të mëdha në kuvend. Si dy partitë më të mëdha nga komuniteti serb dhe këto anë tjetër nga komuniteti shqiptar, të cilat në atë kohë ishin në koalicion. Mos harrojmë. Në atë kohë ka qenë në lista serbe ka qenë pjesë e koalicionit qeverisë. Goran Rakici ka qenë ministër. Po. Supozoj e mbronte Albin Kurti thoshte. Supozoj që kjo bisedë ka qenë dikon 2022, apo jo? Ka mesi vitit 2022 ashtu, e serbët, lista serbe ka vendosur me dalë për institucione në fund të 2022-s. Pra, rrjedhimisht në atë kohë kanë qenë partner koalicion. Dhe Mimoza ka pas bisedë me partnerën e koalicionit, s'pas me Slavko Simiqin. Do të ishte normale, krejtësisht. Absolutisht. Derisa nuk rrjedhin në çet dimension. Çka e bën jo normale çto për mendimin tim. Njërën anë, sjellja e Mimoza Kusarit Lilës, kur ka dalë kjo, e ka mohu njerë që ka pas bisedën në Radojqicin, pastaj ka thonë që kam folë shqip, pastaj dhe këto ka dalë që këtë jenë këtë pariteta, pra ka gënyu vazhdimisht në këtë drejtim. Albin Kurti, i cili besoj une, jo besoj për e di për sigur, që ai ka qenë, dhe me thonë, kumbara i kësaj bisede, se kjo bisede nuk ishte pa lejen e ti, ose pa kërkesën e ti në këtë rast, edhe ai ka thënë që kjo është montuar me zonin Kusari Lila. Ajo thjesht e ka kryer punën e vet. Është besnike e bosave të saj. Gjithmonë ka qenë kryetare e grupit parlamentar dhe kryetaria e grupit parlamentar të grupeve parlamentare i bën marrëveshjet ose diskutimet me grupe tjera parlamentare. Deri që kjo është në rregull. Slavko Simiqi ka qenë nën kryetari i kuvendit, edhe me votat të vetëvendosjes në vitin 2021. Po. Dhe kjo bisedë vote. Tash, ku unë e gjykoj Mimoza Kusari Lila. Kusht është normale. Se flet me Milanin. Milan Radojqic. Që ishte listën e zezë dhe kishte urdhër arrest. Edhe ai nuk guxoi atëherë me hinë Kosovë, s'po ku jo zyrtarisht dhe formalisht, apo jo, se isha arrestu. Po. Dhe kjo ka fol duke e ditë këtë. Tash është e vërtet ai ka qenë nën kryetari i listës serbe atëherë. Po narrativ. Po megjithatë, tash a flasim na për shembull, a është e lejuar që kryetari i grupit parlamentar me fol me një kriminal i cili ka akt padi dhe flet arrest në Kosovë. Dhe i cili është në listën e zezë amerikane, të cilën na besojnë, e besojmë 100%, se Amerikanë nuk të qinë listë zezë pa pas diçka. Mora ata kanë shpallë, tash. Kush jem na me kontestu? Absolutisht, po dhe ka bazë. Se cili njeri që në listë zezë është me një bazë, prapa, apo jo. Pra këtu me personin me cilin ka folë, unë menoj që është e gjykueshme. Temat për cilat janë diskutuar pastaj, unë menoj që janë pashtu të gjykueshme, veçanërisht kjo veteranëve që e përmendet ti. A dëgjojmë historien për shikuesit Visar në falset ndërpreva? Besoj që aty vazhdojmë ku e lam. Ta shohim, ta dëgjojmë edhe njerë diskutimin e Mimoza Kusari Lilës me terroristin Milan Radojqic, të paktën për dy tema. Ligjin për pagën minimale, i cili përjashtonte veteranet nga përfitimi ligjor, dhe një gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Halo? Kolega, evo stigao sam kod Milana, evo ti da se čuješ sa mnom. Ajde. Halo zemljaka, se čujemo? Da, čujem te. Super. Kako ste vredni? Evo, u skupštini sam bila, imala sam nekoliko sastanka i tek sam se oslobodila, sada idem kući. Dobro. Vidi, predam Slavko da su vam potrebni naši glasovi oko zakona o minimalnoj zaradi i oko glasanja za sudiju Ustavnog suda. Da? Ne vidim nikakvu prepreku da imamo, pomogujemo oko toga, ali imamo mi neke zahteve koje ti treba da vidiš sa tvojim šefom da pomogu, znaš. Ajde, vidimo sada. Evo, pošto je taj zakon utorak, vidjet ćeš ti sa Slavkom u ponedjeljak, a mi smo na vezi svakako, ja tebe pozdravljam i evo ti Slavka. Ajde, prijatno. Prijatno. Ništa kolega, vidimo se mi u ponedjeljak, pa dogovaramo dalje. Ajde, vidimo se u ponedjeljak.
Pra dëgjum bisedën, është e shkurtër, por shumë përmbajtësore. I tregon dy elemente. E para që Milan Radojčići është shefi, që vendos për listën serbe në Kuvend, dhe Mimoza si përfaqësuese e Albin Kurtit, të cilët koordinohen për 2 pika. Dhe Milani thot, në rregull është, nuk kemi asnjë problem i shty përpara këto 2 çështje. Dhe kjo thot në rregull, shihemi të hanën. Në Milani thot edhe diçka. Thot na i kemi disa kërkesat se atë duhesh me diskutu me shefin tonë. Po, për cilat ne nuk e di. Se asnjëherë po këta vazhdimisht kanë refuzuar me pranu që të lidhen që kjo është me Albin Kurtin. Shefi Mimozës është Albin Kurtin atë rast, s'është kërkush tjetër. Edhe ky thot, duke e ditë që kjo bisedë bëhet nën bekimin e Albin Kurtit, ky thot po, unë e di që Albin Kurti po më kërkon këto 2 vjet, në rregull jemi me votimin për të 2 vjet, po na i kemi disa kërkesa për cilat lutem Albin Kurtit. Edhe thot merru vesh me Slavkën. Tash Slavku ja përcjell Milan Radojčićit, Mimoza Albin Kurti, që shtu është katërkëndshi e komunikues në këtë drejtim. Tash që ka ndodhur, se aty në kohë ato kërkesa, për shembull vetë ndodha kur s'ka tregu, më do me kallëzu, më thonë çto kanë qenë kërkesat, na kemi pranuar. Tashëm. Në përgjimin që nacionale e ka publiku, aty është një përmbajtje tjetër. Aty flitet që Mimoza Kusari duhet të diskutoj me Albulin Agjiun, me Xhelal Sveslen, në mënyrë që t'i hiqet urdhër arresti Milan Radojčićit. Pra këta komunikimit tyne ka shku deri në një pikë të caktuar, sa është diskutu për heqjen e urdhër arrestit për Milan Radojčićin. Dhe këta kanë hinë në këtë diskutim. Edhe nëse nuk e kanë pranuar në fund, kanë hy. Ti ke hinë këtë diskutim. Kanë hy, aty pse nuk ka ndodhur? Se pastaj ndodhen ngjarjet në veri, pastaj ndodhi sulmi terrorist dhe, si më thon, u prish puna për këta krejt. Por Radojčići u largu nga Kosova, dhe natyrisht s'ka shans me Qëto janë. Absolutisht. Radojčići u largu pas sulmit të Baskë, apo jo, gjatë sulmit të Baskë. Tash është narrativ. Tash është narrativ në Serbi dhe urojmë që ta kthej Serbia që dënon Kosovën, sepse nuk besoj që ka menduar ajo gjë. Po tash këto janë disa pyetje. E para është për shembull në njërën prej pashtu bisedave, se këtu janë disa biseda. Domethënë një bisedë është me Slavko Simićin në Mosgabovsha në zyre të Kuvendit. Aty në një moment Mimoza Kusari i thotë që na duhet vota për këto ligje kështu me radhë, sepse përndryshe thotë bjen qeveria. Tash ti për shembull, pse ja përmend çet fakt dikujna të cilin ti supozon që se ke pas partner në qeverisje. Se nëse është opozit, rënja e qeverisë për opozitën në lajm i mirë, jo lajm i keq. Kjo e bjen që ka qenë? Ti e partner. Por nëse bje qeveria, bim dëtë, se dy t'jera në qeveri. Apo jo, prandaj ti ja përmend që ti hu privilegjet edhe ti edhe 2 palë. Se përndryshe, po ti shkon lista serbe atë kohë kundërshtari i qeverisë, ti më thon bjen qeveria i thot po shqyr, me nxis po pres me ra qeveria. Po jo, Mimoza e ditë që pse e përdor ta. Se thon i hupim që po thotë 2 privilegjet ulse të kështu me radhë. E dyta, pyetja është për shembull, pse për ligjin për pagën minimale, që e ka mbulu dhe do duhet ta mbulonte, ta vazhdoj ta mbuloj pensionin e veteranëve. Pse vetë vendosja dhe Mimoza Kusari, pra Albin Kurti dhe Mimoza Kusari, ndihen më komod me fol me Radojčićin se sa me Memri Krasniqin, Lumir Abdigjikun, Ramush Haradinajn, që janë parti po ashtu që kanë më shumë vota se lista serbe, edhe që janë kuvend. Shoqatat e veteranëve. Shoqatat e veteranëve. Pa këta kanë vota në kuvend. Pse s'kam ja ly vota ta Belar Tahirit edhe Arben Gashi për shkak. Për çikleç. Mu marr vesh me ta. Apo Besnik Tahirit. Apo Besnik Tahirit, çka që na. Po domethënë ti apo do më thonë që mallat mirë është vesh me listën serbe për veteranë se sa me grupet parlamentare të shqiptarëve. Po. Kështu po i bie? Ku ka kuptim kjo? Se këta kanë qenë të anashkalum. Po. Madje akuzonin PDK-n Abelar Tahirin në kuvend që këta kanë bashkëpunim me listën serbe. Edhe lista serbe do të me ja përkujtu qytetarëve, lista serbe ka marrë pjesë në çdo seancë. Po. Për cilat të foltë. Është me video kur e çon dorën. Njërin së paku njërin prej gjykatësve të gjykatës kushtetuese që kemi diskutuar disa herë për bërjen e saj, vendime që i sulmon vendosja, e kemi të votuar nga që kjo marrëveshje, që është në vitin 2022. Domethënë është votuar njëri për tyre. Pra po them, të mos keq kuptohemi, deputetët e listës serbe janë deputet me vota të zgjedhura dhe janë komplet legal legjitim. Po. A hintet në marrëveshje me ta ajo për vota të caktuara, kjo varet prej teje. Po. Nuk e kito obligume. Pra, po, unë s'ka kur gjë të keqe me bashkëpunu për mendimin tim me listën serbe, jo me Radojčićin, po në anën tjetër nuk e kito obliguar me bashkëpunu me listën serbe në gjithçka.
Edhe nëse jenë në koalicion qeverisës me ta, për shkak të kërkesave kushtetuese, ti mundesh disa vota me I bë me tjerë, me thonë, do pajtohemi me ju, po pajtohemi me letë, këndë na votojnë. Në rregull është kjo punë. Përsa ko që Prapë kishe shumicën, se nuk u dashke vote dyfisht. Absolutisht. Dhe qëta du të me kuptu qytetarët, vetëm në ligjet që kanë të bëjnë me interesin vital të komuniteteve, nevojitet shumica edhe e komuniteteve. Për ndryshe, ligjet tjera votohen me shumicë deputetëve, nuk ka rëndësi ja votojnë komunitetet jo shumica jo. Smerësh vesh me listë të sebe, vazhdon e bën me një grup tjetër parlamentar, absolutisht kur fare problemi s'ki. Çfarë do të thonë është që po bashkëpunimi është I domosdoshëm, po bashkëpunimi nuk duhet me u gjyku. Mirë po jo me thonë që bashkëpunimi është I pashmangshëm gjithçka, se nuk është ashtu. So pini tash atë I ka pas disa asociatime vendosur të thonë që jo duhet gjithçysh, jo për gjithçka. Për shembull për veteran, për ligjin për vlerat e luftës, për shumë ligje që kanë të bëjnë me luftën e ushtrisë kombëtare të Kosovës, kur nuk ka pas bashkëpunim në mes të qeverive të kalume edhe deputetëve të komunitetit serb, sepse ata nuk e votojnë dhe e dim tanë. Po. E tash, mi u kthy kësaj, domethënë për mua. Kemi analizë. Po, veç edhe një gjë në përgjithësi, për mua që kjo pa di, e ka pas veç një qëllim. Me më friksum. Sakt. Domethënë ty edhe kondo tjetër për gazetarëve më thonë mos u merrni me çet punë se ju çojnë në gjykata dhe jam shelur gojën çdo ty zgat ato. Fatmirësisht prokuroria ka vepruar shpejt edhe e ka pru këtë gjë. Jo së shpejt. Koxha. Kur është bokje? Kjo vitin e kaluar ka ushtruar. Po, vitin e kaluar, ndërkohë tash kanë marrë vendim me 29 tetit për me hudh poshtë. Po ka zgjat, pa e kisi shumë, sepse ditën kur ka dalë ky material, Sonja Kusari Lila ka shku në polici, ka dhënë deklarat, ka dalë me deklarata, me statuse, me akuza, ka shku në KTV, ka dhënë një intervistë të gjatë, ndërkohë në krejt ato që e ka thënë, ai ka konfirmu vetë. Se ne ndërkohë kishim edhe komunikime në WhatsApp, që do t'i shohim në storyn ndërkohë. Pra kanë qenë në bashkëpunim të jashtëzakonshëm. Po më intereson tash me diskutu këtë material që kemi nga Prokuroria Speciale, miq. Kjo zonja më përfshin mu me Slavko Simiqin, me njerin që komunikon të vetë, bashkëpunon të vetë, dhe mek se unë e Slavko Simiqi jemi të njëjtë. Pra këshyre, që sa e poshtër duhesh me konë, politikisht, me bo një gjatë e tillë. Tu e ditë që ky ka qenë bashkëpunëtor I saj, tu e ditë që unë asë një lloj komunikimi me Slavko Simiqin kur se kom pas, as nuk e kam. Muj me pas, se është deputeti I Kuvendit Kosovës, po në këtë periudhë, asë një lidhje me këtë punë, ne kemi marrë një material, kemi marrë në mënyrë anonime, e kemi analizu, me kolegët e mi këto, me Jetmirin, kryesisht krenarin, I kemi bë analizë forenzike, teknikisht, për me pa se mund të jetë I manipuluar ky material. Është vërtetu që nuk ka asnjë ndërhyrje, është original, pra pa shkputje, pa ndërprerje dhe pa ndërhyrje. Dhe kemi publiku. Natyrisht kjo pa të bë bujë jashtëzakonisht e madhe, sepse konfirmoi që Albin Kurti e Milan Radojqiqi ishin në një linjë për tema të caktuara. Pra, njeri I kërkuar nga Prokuroria e Kosovës, nga gjykatat drejtësia e Kosovës për vepra të ndryshme penale, bashkëpunonte me Albin Kurtin, kryeministër, patriotin ton, në të paktën 2 tema që janë tepër të rëndësishme. Ligji për pagën minimale që përfshinte përjashtimin e veteranëve dhe zgjedhja e një gjyqtari në gjykatën kushtetuese. Tani, si ka mundësi, kur është e vërtetuar gjithë kjo, ajo më bën mu kallëzim penal, bashkë me Slavko Simiqin, në mënyrë që mu shpërla paramilitante vetë që unë I ku bë këty në kallëzim penal. Dhe çka konstaton prokuroria këto, është fantastike. Konstaton që vetëm Mimoza Kusari Lila në deklaratën e dhënë në prokurori nuk e mohon që ka fol as me Milanin e as me Slavko Simiqin. Ne, në 2, prokuroria thot, nuk është materiali I manipuluar. Në 3, thot, nuk ka vepër penale të nxitjes së urrëties, mosdurimit,
kombëtar, ratësor, fetar. Sepse s'kishte të bënte. Si Mimoza, besoj, edhe ajo dhe unë jemi shqiptar. Fetarisht se kemi prek, kombëtarisht s'kemi folë, është patriote, është tradtare, thjesht materialin e kemi qitur. Pse ajo ndjehet keq, e ndërdia e saj mund të thotë që është tradtare, unë si kam faj. Po ajo ka folë me ta, jo unë. Ajo është bashkëpunëtorja e Milan Radojqićin. Dhe kisha pas shef me analizu qëto pika cilat ma heret i diskutum visar. Po, shetash, spari, këtë që e thati që mu mboni shumë për shtypje, dhe me thonë që Mimoza nuk bën kallëzim penal për ato që i ka thonë publik. Pra që është materiali i montum, që nuk është e vërtet, dhe me thonë që e kanë montu që ashtu që e me dalë keqtu, ajo i pranon që materiali është autentik, pranon që ka bised, edhe thot që publikimi i kësaj ka elementet të nxitjes së urrejtjes. Po, se kanë sulmu, e kanë shah, e kanë fy, do me thonë, ajo është ndjehet që ashtu. Absolutisht, po jo mediat, jo te edhe mediat tjerë. Që kanë bo pastaj njerëz atje, po vjen keq, po do me unë e di që secili se ka pas shumë debate për këtë gjë, do me thonë në për studio televizive, secili debat, secili njeri që e ka kritiku. Asnjëri nuk e ka kritiku pse po flet me sakt. Që kishe mujt me thonë atë në qepeti, pe ban një fashtu generalizimi. Kërkush s'ka thonë që ashtu. Ka thonë pse me Milan Radojqićin. Me terroristin. Me terroristin, se me Simishin kërkush nuk e kundërshton. Ose dhe kësaj dite, do në zemër. Pra s'ka asë element. Dhe unë mendoj që kjo e ka ditë. Kjo pa di o bo më udok në sytë e publikut, kishe për një me pas ka diçka të pavërtet. Aty veç sa mja tentim të cungim të kredibilitetit të raportimit për të që. E dyta është që... Edhe temin si autor. Edhe tonë si autor, si gastar, edhe si medium. Pra është ma shumë luftë kundër medjave, sa luftë për të vërtetën, në të rast. Se të vërtetën na e tregon vetë. Pastaj prokuroria thotë, kur e kemi dëgju me vëmendje, këtu, një bibikave, bisedën mes Slavko Simićin dhe Milan Radojqićit, prokuroria e konfirmon që kjo bisedë ekziston, është e ingjizuar. Kemi konstatu që nuk ka elemente të konsumimit të veprës penale, pra të nxitjes së urrejtjes kështu me radhë. Dhe Mimoza Kusari në kallëzimin e vet që ka bërë ndaj juve, ajo në fakt e nxit konfirmimin tash me dokument zyrtar të prokurorisë që këto janë autentike. Kjo temë mbyll. E ka mbyll vetë ajo. E ka mbyll vetë ajo. Kjo temë mbyll, mo nuk kisha me diskutu. Interpretimi politik që ja bojmë në kësaj gjë, pastaj është tjetër gjë. Për te padis slap, për cilën fole ma heret, çka e ka shty Mimoza Kusarin me dorëzu kallëzim penal në prokurori kundër meje? Përveç asaj, unë mendoj që friksimit, intimidimit, këto që janë të njona, jo, a ka shty dikush tjetër? Unë mendoj që po. Është, domethënë, unë mendoj që kjo ka qenë kërkesë bile në shtallën sistemi, i Albin Kurtit dhe tjerëve, që në një farë mënyrë me pas një ngjarje të raportuar që kemi dorëzu kallëzim penal, që më u shfaqsu. Pra me vendos, si me thonë, sa herë përmendet fakti që kjo ka folë, me pas edhe një lajm alternativ, këtu që kjo ka bëu kallëzim penal. Prandaj po them që çore po një vjet mund të jetë e gjatë. Po unë mendoj që në raste të tilla, pra të padive të tilla, që bëhen jo vetëm për intimidim, po edhe për me e mbulu të vërtetën, interesi i palëve është që rasti me zgjat gatë. Që një gjë interesant. Ky rast u mbyll. Mimoza Kusari Lila ka deklaruar në kallëzim penal në prokurori se biseda ka ndodhur me Slavko Simićin në Kuvend Kosovës në qershor vitit 2022. Pra kjo e pranon vetë, me konkretisht në zyrat e grupit parlamentar televizës Vetëvendosje. Slavko Simić ishte në zyrën e grupit parlamentar të listës të levizës Vetëvendosje. Aty diskutonte me të për këto dy çështje, të paktën këto që dim, se ne nuk e dim sa ka qenë aty. Dhe për çka ka shku? Po këto që janë të konfirmuara dhe nga zyra e grupit parlamentar të listës të levizës Vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila bisedonte në telefon me terroristin Milan Radojqić. Këto janë të rëndësishme. Dhe këto konfirmohen nga vetë zonja Mimoza Kusari Lila në kallëzimin penal të dorëzuar në prokurori kundër meje dhe Slavko Simićit, me qëllim natyrisht që na ka përfshi aty se demek këta dy bashkëpunëtorë janë çu kundër neve. Aty një çështje tjetër që është shumë interesant, pra këtu po theksohet se kallëzimi penal është dorëzuar me 9/10, pra fiks një vjet më herë 2024 në prokurori
për shkak të publikimit të bisedës. Dhe çka thuhet tjetër? Pas analizimit dhe vlerësimit të hollësishëm të kallëzimit penal, shkresave dhe provave të lëndës e në veçanti pas dëgjimit me kujdes të bisedës së zhvilluar mes të dëmtuares Mimoza Kusari Lila, Slavko Simiqit dhe Milan Radojqiqit, prokurori i shtetit ka ardhur në përfundim se në rastin konkret veprimet të ndërmarra nga ana të dyshuarit, se dyshuar na ka bë kjo, Slavko Simiq dhe Vepi Kajtazi nuk konsumojnë elemente të veprës penale nxitje të urrëties, përçarjes dhe mosdurimit, nga nene 141 paragrafin e kodit penal të Republikës Kosovës. Pse une këtu, kur ajo ka fol me to? Kraja ka fol me to e kur Ka bashkëpunu se në 2 paragrafe më nalt tregon vetë Mimoza Kusari ku është zhvillu biseda, edhe ku është incizua ajo. Prej 2022 deri në 2024 kanë kalu një 2 vjet. Pse kjo nuk i ka bë kallëzim penal më herët? Slavko Simiqit, pse e ka incizu, po pasi e kam publikuune, pse u dashtën 2 vjet me prit. Pse kjo përpiqet më shpërla veten nga bashkëpunimi me terroristin Milan Radojqić dhe Slavko Simiqin, tu më bë kallëzim penal mu. A i han dikush këto fore, mo? Do në zemër tash, qëre, dhe më thonë, Slavko Simiqi në këtë rast e ka kry, po supozojmë, që e ka kry incizimin. Apo, tash ti mund është më marë për shembull me qita. Nuk e di ja vepër penale ajo. Incizimi pa autorizuar. Incizimi pa autorizuar. Ti qita e bën si kallëzim nëse do. Si Mimos, ki drejt. Çikaç ka pas drejt me bo. Po. Vepi Kajtazi, si medium, si paparazzi, e ka publiku një incizim që i ka ardhur, që është në interes publikut. Edhe kena me folë më vonë pse është në interes publikut. Edhe tash, a ka elemente të veprës penale në këtë publikim? Ta zërë. Haqë që po supozojmë që ka mujtë me dyshu që ka. Ti e bën një kallëzim tjetër për këtë punë. Arsyeja pse i ka bo bashkë është që me tregu, ose ka dasht me një farë mënyrë me e kriju që të përshtypje, që kjo është bashkëpunim në mes të Slavko Simiqit dhe paparazit kundër Mimos. Që ata i ka bo bashkë. Se këto dyja janë të ndara. Demek me shpërla vetës. Na jemi patriota, ju bashkëpunojnë. Këta bashkëpunojnë, se këta 100 herë kanë thonë që kjo është shumë, jashtëzakonisht është gjallëzore, sepse ti njërën anë po do me i luftu mediat, në anën tjetër po do me i luftu duke i lidhë me listën serbe, atë në fakt i e lidhë me listën serbe. Ti. Me Milanin. Me Milanin. Edhe do me thonë që me Milanin, edhe qëto nuk do të me harun. Milanin ka pasë së paku një biset. Pra qëtë biset që e kemi njëna me telefon, që e ngumë edhe këtu, që kjo është njëra për biset, nuk do të thë që është e vetëmja me Milanin. Jo, ka shumë a shumë. Sepse aty shihet Slavko Simiqi. Vetë Slavko Simiq ka deklaru që kryt kom ju dhimt nëse dalë. Që ka pas disa. Edhe unë e besoj, a di pse e besoj? Sepse që kjo po shihet që është proces i më i gjatë, nuk përfundon me çikash. Ta të diën taku me Slavko Simiqin që thotë kanën, s'dia janë marrë vesh, janë marrë vesh. Janë marrë vesh se ka ndodhur votimi. Ka kërku diçka tjetër pastaj, e kështu me radhë. Këtu shihet që Slavko Simiqi vendime për këtë punë, madje edhe për një votë të thjeshtë, siç është për shembull vota për ligjin për pagën minimale, nuk mund me marrë vetë pa Milanin. Qarta si tregon apo jo? Po se na vjen qeveria thotë. Që i bie që sa herë që kanë pas nevojë për votë në listë serbe, këta dash me fol me Milanin. Apo jo? Se Slavko Simiqi nuk e ka kompetencën me marrë asnjë vendim të thjeshtë. E paramendon ai sa në hala ma na kështu. E treta që po do të thonë, mendoj që kjo është për shembull publikimi i injizimit dhe publikimi i injizimeve të tilla është jashtëzakonisht e rëndësishme për publikun, sepse na nuk do të më harrojmë Mimoza Kusari, Albin Kurti, Slavko Simiqi, Milan Radojqiqi, që kjo katërshja e përfshime në këtë bisedë nuk flasin në kapacitete individuale, e as për çështje private, po flasin për punë shtetërore. Po, që të shikon biseda për kështu shoqënore private, folni çka doni se kam intereson. Këtu flet kryeministri, kryetaria e grupit madh parlamentar në Kuvendin e Republikës, që e ka qeverinë, flet nën kryetari i Kuvendit dhe nën kryetari i listës serbe. Kryeterroristi. Milan. Të gjithë në kapacitetet e tyre zyrtare. Prandaj neve na intereson çka keni fol. Si publik. Jo. Dhe kjo është absolutisht mënyra që e përmendet i marrët. Çka ka bë kallëzim penal Mimoza Kusari këtu, është në kundërshtim të plot me çka ka thonë Mimoza Kusari në publik për këtë injizim. Po se është përpjek me manipulu. Sakt. Është interesant konstatimi i prokurorit shtetit.
Po flasim për prokurorin e shtetit me kuadër të prokurorisë speciale të Republikës Kosovës. Prokuroria speciale e Republikës Kosovës kanë kryer hetime, kanë ngrit akt akuzë dhe po gjykohen terroristët për rastin Banjska. Përfshirë Radojqiqi. Përfshirë Radojqiqi. Prokuroria speciale në këto hetime ka gjetur se Milan Radojqiqi ditën e sulmit ka komuniku me Aleksandar Vučićin. Pra të gjitha provat, hetimi është i jashtëzakonshëm që është zhvillu dhe kemi një proces gjyqësor. Po flasim për të njëjtën prokurori. Pra që është prokuroria kryesore që merret me terrorizëm, me shpërlamet parave, me korrupsion të nivelit lartë, Duhet me pashtu me potencu, është profesionalisht më e përgatitura. Absolutisht që po. Dhe çka konstaton këtu Prokuroria speciale në raport me kallëzimin penal? Sepse ata kanë kryer hetim. Hetimi ka zgjatur një vit. Dhe pas një viti kanë mrinë në përfundim se që ky kallëzim penal i rrajshëm i saj duhet mu hedh poshtë. Prokurori i shtetit konstaton se në veprimet të dyshuarve Slavko Simic dhe Vevi Kajtazi nuk janë përmbushur elementet e veprës penale nxitje për qargë dhe mosdurimit nga neni 141 paragrafin e Kodit Penal të Republikës Kosovës, pasi që nga provat personale që i ka ofru Mimoza Kusari Lila dhe ato materiale të bashkangjitura në shkresat e lëndës, po ashtu nga Mimoza Kusari Lila, dhe pas analizimit të tyre, e në veçanti pas analizimit të bisedës së zhvilluar mes palëve, palët janë Slavko Simici, Mimoza Kusari Lila, Milan Radojqiqi, se unë s'kam bisedu me ta, të publikuara në paparazzi.com me pronarve Bikajtazin, nuk u vërtetua me asnjë veprim se të largcekurit, pra unë dhe Slavko Simic, kanë konsumuar veprën penale të lartcekur. Andaj, nga sa u tha me lartë, në kuptim të nenit u vendos si në dispozitiv të këtij vendimi. Ndërsa sa i përket pretendimeve të dëmtuarës për vepra tjera penale, pra kjo ka pretendime tjera të cilat janë evidentuar në lëndën penale PP 2.469/6/2023, janë e kompetencë ekskluzive dhe duke u trajtuar në Prokurorinë Themelore të Prishtinës. Pra, ka edhe një rast tjetër në Prokurorinë Themelore të Prishtinës, që është në kompetencë të tyne, por vepra penale që këta e kanë mbyllë, që është në kompetencë prokurorisë speciale, është hedhë poshtë kallëzimi penal. Prokuroria speciale jep konstatime që nuk ka manipulim, që Mimoza Kusari Lila vetë e konfirmon bisedën, që ajo nuk e mohon për asnjë moment vërtetësinë e incizimit, por thot si pasojë publikimit kësaj ka nxitje te urrejtjes. Çfarë urrejtje? Ajo është kundër publikimit. Pra ajo është kundër publikimit të bisedës. Në asnjë moment nuk e konteston as vërtetësinë, as përmbajtjen e as bisedën. Prandaj e ka marrë këto. E ka marrë turive kështu, edhe me i thonë, del manipula prap sa dush se e vërteta është kjo. Madje këtu se ti e lexove këto, domethënë këto provat personale dhe materiale. Prova materiale është biseda. Tash Mimoza vetë ka dorëzuar bisedën në prokurori po. Në thonë që e ka marrë qatë bisedë të injizuar, Po. E ka thonë që ku është prova. Se ex officio nuk ka nisë tema ta. Kjo ka dorëzuar. Ka thonë nga në qita, me thjeshtësu kështu nga në qita, sepse unë pretendoj që në qëtë bisedë ka elemente të kështu. Ata e kanë marrë, kanë gullë, kanë thonë jo. Për provën nësë s'ka nërë prokuroria më ta marrë ty, as dikujna tjetër. E kanë marrë për Mimozës. Veta e ka dorëzu. Do më thonë ti nuk dorëzat diçka që është e falsifikume, si provë. Natyrisht. Sa jo s'ka kuptim. Jo, diçka është interesant. Me pas pretenduaje që është e montuar, si me thonë, ka dërhyrjen të, kishtë që kallëzim penal, kishtë thonë, është e montuar. Për shatë. Po nuk kishtë që kallëzim penal me thonë që ka nxitje të urrejtjes. Prandaj për mua për shembull është shumë e rëndësishme çka ka kërkuar ajo nga prokuroria, çfarë kallëzimi penal ka bu,
edhe këtu po del që ajo ka kërku vetëm se ju mu dënu, ti në këtë rast, mu dënu për publikin. Kaq. Sepse ka nxitje të rrejtës kombëtare. Që këtë nasi koti, do në zemë, se për mendimin, tem pas qenë jurist hish, sy të ishe raportime për këtë punë të ishe që aty elementët nxitjes së rrejtës nuk ka fare. Është një për raportime ma profesionale, me kujdes të jashtëzakonshëm. Për qita është folë, qita dy kanë folë, qeku është inqizimi, le të gjykojnë politikisht se si qytetari i Kosovës që shdojnë. Në kuptimin a ka bo mirë që ka folë, a ka bo keq kështu me radhë. Ajo nuk është punë e jonje. Ama është punë e mediave me publiku qita, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës duhet me e ditë që grupi më i madh, partia më e madhe parlamentare, e ka pas bashkëpunimin dhe qenë çfarë nivelli ka pas bashkëpunimin me listën serbe. Le të thonë këtë qytetar mirë ja ka bo. Në rregull e mëne. Sonë aty nuk ndërhy. Tjetra është që, se tash përkthehemi në diskutimin politik po ashtu. Për mu, kishte me qenë shumë më mirë, edhe i inkurajoj këtë partit politike që në ngarë, edhe kur të fitojnë. Kur të bëni marrëveshje me listën serbe, ose me komunitetet përfaqësues të tyre, bëni marrëveshje vëlla publike, transparente, shkrume. Po, jena marrë vesh 1, 2, 3, 4, 5, çeku është edhe kena me bashkëqeverisë. Qysh e bëni me këtë tjerë? Marrëveshjet e koalicionit duhet të mukon publike, transparente. Unë qytetar me marrë me lexu, me thonë mirë, pas kam bërë me qit pikë, që kjo s'po pëlqen bash. Këta kanë pretenduar që na koalicion me listën serbe nuk bojnë. Apo për fillim. Ama më sheft. Ama çuçi është ka punu. Tash, qytetarët le të vendosin cila më mirë. Për mua më mirë me dal, me thon po e kena. Nënshkruar nga Goran Rakic, që ka qenë atë kryetar, Albin Kurti kryetari vendos çeko marrveshja, qytetarët kanë të bo. Dakor. Kur para mendo. Me listën serbe të Vučićit. Me Milan Radojčićin, i cili ka edhe një ordër arrest tjetër për masakra në Gjakov. Po. Pra po flasim që ka kry krime lufte, akuzohet që ka kry krime lufte në Gjakov, në 98-99, kur UÇK-ja ishte në front, kundër ti, kundër Miloševićit, me mri në 2022 me ullë terrorist, i akuzuar për krime lufte kundër popullatës civile, që me i përjashtu veteran të luftës nga një pagë minimale, një përfitim minimal. Këta kanë mujtë me bo. Absolutisht. Kur e analizën qështu, 98-99, Milan Radojčić si pjesë e forcave të Serbisë ka kry krime kundër popullatës civile, shqiptarën Kosovë, në Gjakov, për katësinë Gjakov, UÇK-ja ka luftu kundër tina, 2022-ën, Mimoza, Milani, Albini edhe Slavko Simići merren vesh që qëta djem, vajza, burra, gra, që kanë luftu kundër Milan Radojčićit, kundër Serbisë, mos me përfitu pagë minimale. Kjo është që i bjen me hap dera me thonë, apo do me godit edhe një herë këta. Më që kanë. Kjo është të mërshme. Financiarisht të radhë. Kjo është të mërshme. Po, tash, dorën zemër, o Se mendoj që... po diskutojme të nalish e analizën detajet. Djalli qëndron në detaje. Absolutisht. Kjo bised, votimin kuvend, nuk mundet me nda prej luftës 98-99, luftës lirimtare tonë. Kush ka luftu, kush kanë qenë palë ndër luftuse? UÇK-ja, forcat serbe. Milan Radojčići, ku ishte asë kohë? Në cilën anë ishte? Ishte me forcat serbe. Tu masakru shqiptarë civil dhe tu luftu kundër UÇK-s. 2022 të mbajnë bashkë që kjo UÇK-ja jonë me dek uni. Pra mus me pas një kafshat buk. Qëta unë se kom pritë që më të mëndohën e. Edhe, kur e ki mundësin, sepse ka pas mundësin dhe vazhdon të ketë mundësin, që këtë gjë dhe qëto gjëra me i kry me grupet politike shqiptare, gjithë ka pas në kuvend, edhe tentim edhe është arrit, që për ligjet që kanë të bëjnë me luftën me ushtrishin të Kosovës, me pas konsenzus ndër shqiptarë, pavarësisht a janë konë në opozita në pushtet partit politike. Na kemi diskutu, të më thonë, ligjin për veterantët, unë kom qenë deputet për të diskutu. Kemi pas konsenzus, kemi arrit marrëvesh, në ka kontaktu qeveria atë hershme, dhe ka thonë neve në vynë që kjo vot. Për kundër që jëmë konë koalicion, pra po thënë, të kushtetueshmërisht të obliguar me komunitetin jo shumicë serbe dhe komunitetet tjera, marrëveshja apo me shqiptarët. Për të tema, për tjera pastaj bashka dush.
ky bashkë qytet ka shku edhe ka lyp ndihmën e Milan Radojqicit, se s'ka dasht me fol me PDK-n edhe akën. Nuk s'ka dasht. Se nuk mendoj që s'kishin mujtë më marrë vesh qytet. Absolutisht, pas një diskutim. Miq, për kthej edhe një herë këtë material drejtu jush. Po ju drejtohem juve. Juve që jetonin këtë vend, punoni, keni zgjedh me jetu në këtë vend, keni luftu për këtë vend. Mos e harroni një gjë. Për luftën e vitit 1998, 1999, luftën çlirimtare, Albin Kurti, Mimoza Kusari Lila janë marrë vesh me Slavko Simicin dhe Milan Radojqicin që me i përjashtu kategoritë të dala nga lufta nga përfitimi i pagës minimale. Dhe dikush me ronda, përveç terrorist, përveç në listën e zezë të Amerikës, Milan Radojqici ka urdhër arrest nga Prokuria Speciale e Republikës Kosovës se në Gjakov ka kry krime lufte kundër popullatës civile shqiptare. Palë ndër luftuse në 98-99 ka qenë UÇK-ja, Milan Radojqici dhe forcat e Serbisë. 2022-ën, Milan Radojqici si nënkryetari i listës sërbe, Albin Kurti si kryeministër i Kosovës, Mimoza Kusari si shef e grupit parlamentar të Lëvizjes së Vendosje, kanë bashkëpunu kundër UÇK-s. Mirupafshim.